Mirëmbrëma të gjithë ju shikuesët të TV7 Albania. Mirëmbrëma të gjithë ju motra, gra dhe vajza. Jemi në emisionin ton e dashur edhe e zgjedhur. Mos harro, ti je dashur nga Perëndia dhe e zgjedhur për një plan hynor. Plani që Perëndia ka për ty dhe për jetën tënde është një plan madhështor. Sot kemi në studio një mysafire shumë të veçante. Unë dua që ta prezantoj përpara jush. Ajo është edhe një mikesha ime. Duke ndonjëherë sigur nga mikeshat ndonjëherë thua çfarë do dëgjoj diçka të re, por unë gjithmonë personalisht kam diçka për të mësuar tek ajo grua e perëndishme, tek ajo grua që i ka thënë po thirrje së Zotit, tek ajo grua që në çdo sfidë ka dalë fort me Zotin sepse ka ditur se kujt ti besoj. Un kam të ftuar sot Adile Smolica. Adile, faleminderit që ti ke pranuar ftesën për në emisionin tonë. Faleminderit që më keni ftuar. Në fakt unë e thash edhe me shumë dashuri, edhe me shumë zemër, me shumë përëllësi, unë e thash dhe që në fillim të emisionit, që unë e kam privilegj në fakt që të kam njohur dhe unë të quaj mikesh. Ti je një nga ato gratë vërtet të perëndishme që unë kam njohur në Kosovë dhe ke qenë një person i duhur edhe në shtegun tim gjatë bisedave që kemi bërë bashk. Dhe unë e di që gjithmonë kam se çfarë marr prej teje. Edhe unë besoj që jo vetëm unë, por edhe shumë gra edhe vajza. Më trego pak për jetën tënde. Si fillim, dhe më thonë, unë jam lindur në Pej, deri në kam mosha 18 vjeqe kam shku në Prishtinë, atje me jetu. Kam kry shkollën, dhe më thonë kjo pak në pikat shkurta, jam taku me burrin tim tani, me Ganiun. Mbas 3-4 vjetë martes, ndoshta ma shumë, jemi taku me një misionar që na ka sill, faktikisht na ka tregu për Ungjillin, edhe këtu ka fillu jeta ime me Zotin. Do më tregosh pak si erdhi thirrja jote, si e ndjeve thirrjen tënde për të shërbyer në Shqipëri. Di që keni shërbyer në Berat, keni shërbyer në Patos, në Fier, edhe di që keni bërë një punë atëre të mrekullueshme. Më tregon pak si erdhi ajo thirrje. Gjithmonë, dhe më thonë, thirrja kuptohet ka ardhur nga Zoti dhe është pak e çuditshme, sepse në atë kohë, dhe më thonë, Shqipëria ishte si që ka qenë, me njerë mas së rënës komunizmit, ka qenë shumë vështirë, por ne përpara kemi pas, Shqipëria për ne ka qenë si toka premtuar, dhe më thonë, për gjithë qka Shqip, shtetë shqiptar, dhe më thonë, edhe kemi pas kuriozitet gjithmonë me pas se si është. Edhe pse propaganda këtu ka qenë që atje nuk është mirë, përkundrazi ne, vetëm pse thoshte propaganda sërbe që nuk është mirë, ne dënim. Edhe thirrja ime ka qenë ne shkum për vizitë në vitin 92 gjatë verës, me vizitu këtë misionarin që kishte kalu tani nga Prishtina në Tiranë, në Fier në Tiranë. Edhe aty ndenim shkum gjithandej, dhe më thonë, shëtitem. Mas një kohë, ne në fakt aty gjatë asaj kohë që ishme verës, bëm disa telegrame, nga që misioni ynë ka pas një radio Monte Carlo me qendër në Austri, edhe shumë shqiptarë nga Shqipëria kanë shkruar në atë kohë në atë radio krishtere. Edhe ne bëm disa telegrame, i dërguam gjithë njerëzve në Shqipëri që kanë pas kontakt në të edhe pastaj shkum prapë në nëntor, kur e bëm shërbesin e parë në Tiranë. Edhe aty shkum në kohën që ishim, dhe më thonë, Shqipëria akoma, shkum në Vlorë, në një befotrof. Edhe aty qëndrum gjithë natën, dhe më thonë, pama të kushtet, ishte një misionar atje. Edhe kështu pasaj dolëm plazh dhe Steven i tha që si më ndoni, kur mund të vini, sa i na kishte ofru, dhe më thonë, mund të vini të më ndihmoni. Ne thamë, do lutemi, shkum në plazh, po flasim edhe kur përfundoi lutja, së di merr një thirrje, edhe gjithë, dhe më thonë, janë çudit. Tha, kur do të vini për 6 muaj, një vit, unë thash, a di çka Steven, thash, mas 3 javësh është pushimi i gjysmëvjetorit të fëmijëve. Në atë kohë mund të lëvizim, dhe më thonë,
të sjellim gjërat edhe të shkojmë të jetojmë në Shqipëri. Edhe në kohën që po flisja unë, Ganiu tha, më pa kështu tha, ai nuk tha asnjë gjë, vetëm u çudit se isha unë ajo që për shembull kisha pak a shumë arsye dhe mos më shku si kisha 3 fëmijë të vegjël, kështu, por ja kjo është mrekullia që Zoti aty më foli. Edhe pastaj pas 3 javësh, 1 muaj vendosëm shku. Fëmijët ishin të vegjël në atë kohë. Po, vajza e madhe ishte 9 vjeçe, tjetra 7 vjeçe dhe djali ishte 4 vjeç. Atëherë kishim 3 fëmijë vetëm. Po, gjatë këtyre kohëve patjetër që ke pas sfida, po ka në një moment që nuk do ta harroje kurrë, një moment gjatë shërbesës në Shqipëri? Ka shumë momente, me thënë drejtën, se çdo shërbesë, domethënë çdo të dielë kishte një risi, kishte njerëz që vinin, ishin njerëz të hapur, domethënë ai është kuptohet, ishte shumë, është edhe një, domethënë, një tjetër gjatë kohës së paqes, domethënë mirë, po gjatë kohës së luftës në Kosovë, që kishim refugjat aty, ishte një djeli veçantë, domethënë shërbesë që vërtet më ka bë shumë përshtypje dhe se harroj kur refugjatët që qëndronin me ne, dhe ne kuptohet, unë isha ajo që thesha duhet vini kish, Zoti po ju ushqen, edhe erdhen, edhe aty u bën besimtar, domethënë motra ime, burri motrës, djali, një vajzë e xhaxhait tim, edhe ajo për mua ishte, domethënë, diçka shumë e veçantë. Thash, ka pas shumë raste të veçanta të mira gjatë gjithë kohës, por që ka qenë një mrekulli në fakt. Edhe po unë besoj që edhe unë ju kam dëgjuar edhe në një intervistë tjetër, dhe unë besoj që ti ke bërë diçka shumë të mirë, sepse është shumë e rëndësishme dhe ushqimi frymëror. Edhe unë besoj që në atë kohë ata kanë marrë domethënë përveç se një ushqim fizik, kanë marrë dhe një ushqim frymëror. Po sigurisht, po. Edhe kjo ka ndikuar. Sigurisht, domethënë çdo gjë që kemi bërë domethënë sipas asaj që na mëson Zoti, edhe ata kanë pa, kuptohet, edhe sjellja e fëmijëve, edhe pse domethënë ishin gjithë ata njerëz në shtëpinë tonë, për një kohë, domethënë për një kohë të shkurt, me thonë 3 javë, 1 muaj, ne kemi qenë në një shtëpi me 3 dhoma gjumi, 35 veta. A kupton, edhe s'ka qenë lehtë. Bile në momentin se unë kisha një kurs të anglisht, edhe kur shkova atje në kurs, kisha një video që fillimisht të lëshesha, pastaj komentonim. Edhe unë fare isha e humbur, se e disha që duhet të shkoj, të bëj ushqim për gjithë ata njerëz, plus ishte gjendja, si ishte vëllezërit, nuk e dinim ku janë. Edhe një moment, unë si duket jam humbur fare, edhe ata studentë më thanë që zysh video ka përfundu. Thash, unë në mendje në kam dikën tjetër. Edhe kuptohet, i lirova për disa ditë nuk shkova, se isha shumë e ngarkuar. Dhe më thonë, ka pas kësi raste që ata e kanë pa, dhe më thonë, paka shumë sjellin në familje, sjellin në fëmijëve, u dashkën një rregull me bo, dhe më thonë, mërëna aty edhe i ka prik, dhe më thonë, shpesh kemi bile dhe kemi këndu këngë, edhe në disa momente që unë i kërkoja vëllezërit përmes televizionit, se nuk i disha ku janë. Edhe, po ja, i ka prik Zoti edhe mrekullia ndodhi. Edhe kjo është arsyeja pse pastaj ne erdhëm pej nga Shqipëria. Jam e interesuar për diçka të ti. Normalisht, në fillim kur keni shkuar me fëmijët e vegjël, shërbesa, dhe kishe gjëra që kishe prioritet, fëmijët, shërbesa, bashkëshorti, dhe pastaj kur erdhën emigrantës, si arriti ta menaxhojë? Do të thënë se ndonjëherë duket sikur prioritetet ndryshojnë, po si u menaxhua prej teje, se s'ka qenë lehtë në një vend larg Kosovës. Shive, fillimisht edhe para kësaj kohë që erdhen, domethënë, refugjatët, kam pas në të sfida edhe më të mëdha, fillimisht kur kemi ardhur, domethënë në Shqipëri, edhe fëmijët u vendosin në shkollat në lagje, edhe shkollat si kanë qenë vitin 92-93, pa dritare fare, po me plasmas kanë qenë dritaret. Edhe 2 vajzat ishin në shkollë, njëna në klasën e parë, tjetra në klasën e tretë. Edhe vajza e dytë vinte duke qenë, thoshte, ku na keni sjell, këto nuk janë shkolla, kjo është burg.
Dhe më thonë, aty ka qenë për mu, une pastaj qa isha më shifta se thësha që e këmë bo fëmive. Dhe më thonë ka pas, atë vit nga që shumë ndryshon, Prishtina është shumë e thatë, si ajrë, ati ka qenë lagështi. Të gjithë smurëm, unë smura, fëmijët smurën në vitin e parë. Dhe më thonë ka pas shumë, por ja, tani shpesh kur mendoj dhe e tregoj, nuk e kisha fshi, dhe më thonë atë kohë. Është diçka që thëmë, kështu ka qenë për të bërë, edhe asë nuk pëndohëm, sepse di që Zoti pra pavarësisht sfidave, nuk e pas momente që të tërhiqem mbrapa të shkoj në Kosovë. Asnjëherë, jo. E kam marrë si kështu, domethënë që duhet të vazhdoj, po ka pas shumë kënaqësi se kemi pas mësuesën e vajzës komshie. Edhe aja filloi, domethënë vajza i tregoi se kush jemi, filloi të vinte në bashkësi me ne dhe kemi pas shumë, jam shoqëruar me ta, domethënë, edhe njerëzit kanë qenë shumë të hapur, njerëz dashur, na kupton, se kom diat mungesën e vendit tim se përkundrazi në Prishtinë s'ke mujt të haptas mi fol njerëzve. A kupton, në Shqipëri shumë haptas. Pak më lehtë në Shqipëri, po. Më lehtë në atë kohë, tani, s'them për tani se gjithandej ka të ndryshuar tash. Kështu që nuk kam menduar më kthy mbrapa, po si me jetu aty. Me jetu, domethënë me vazhdu, nuk edhe tani domethënë pak i blendime privilegjuar që i kom kalu gjitha të sfida dhe prap jam e lumtur edhe prap. Gjatë kësaj kohe kur ke qenë larg, ka qenë diçka që Perëndia edhe ta mësoi, largësinë të shërbeje në Shqipëri. Çfarë ishte ajo mësimi që more? Në fakt, para se të vija, nuk e kam menduar shumë, domethënë se a do ta kem mungesën e familjes, mungesën e edhe nuk, domethënë s'ka menduar shumë. Kur shkova atje, domethënë, ishin ato përditshmëritë që, domethënë, drejtën nuk s'mbinte në mend për Kosovën shumë. Fillimisht sa u vendosëm, pastaj fëmijët, pastaj shërbesa, kënaqësia e shërbesës. Domethënë, shkonim me shumë kënaqësi se ishte, si më thonë, ishte shumë e lirë edhe njerëz të afroheshin. A kupton, edhe doni me ditë, doni me fol, edhe pse isha shumë e ngarkuar, domethënë 3 fëmijë të vegjël, i bënim, domethënë, shërbesën e grave, shërbesën e fëmijëve vet, edhe atë s'kishim material, dusha me i përkthy një herë, pastaj, domethënë marr takimin e fëmijëve, takimin e grave, gjitha këto, edhe por prap e kishim një farë, se di, me kënaqësi, çdo gjë shkonte shumë lehtë. Bile ato vitet e para s'kem pas as makinë, edhe domethënë takimet kishen, e kishim te Instituti i Arteve, e kishim marrë atë pjesën poshtë. Edhe shkonim me bicikletë. Unë isha me 2 vajzat, ganiu me çunin. Shkonim me bicikletë dhe vinim. Kënaqësi. Po, nëse do të flasim për jetën tënde një pedagoge e anglishtes, edhe unë besoj që për fisin tuaj, për fare fisin, për miqtë tuaj keni qenë ajo pjesa elit, mund të themi, si ti edhe pastorgania. Si ka qenë për ty, domethënë që sepse në atë kohë dole hapur pa doreza që ne tani shërbejmë Jezusit, ne tani do të shkojmë për një mision, e kemi si qëllim ta shpërndajmë fjalën e Zotit. Edhe shpesh herë, domethënë ajo pjesa elit intelektuale shikohet si me një sy tjetër. Si ishte pasaj, si u pan fisi, farefisi, miqt, kolegët, pedagogët? Po, fillimisht, domethënë, po lavdi Zotit që ne kemi qenë në atë fazë që s'kemi qenë të mvarur prej askujt, kemi qenë të rritur, të martuar me fëmijë, po nuk ka qenë e lehtë, domethënë, por lavdi Zotit që familja ime mu nuk më ka gjikuar shumë. Gjithë kanë qenë intelektual, nëse baba ime e vetë një gjë që ka pas paka shumë protestu, kur donim të shkonim në Shqipëri, që ju s'jeni normal, a jeni normal si shkonim me 3 fëmijë në Shqipëri, atje nuk keni ushqim, atje në kushtet e vështira, është shumë keq se baba im ka qenë në kohën kur është liru ku diunë në Tiranë, dhe thotë atje s'ka ujë, edhe çdo gjë keq që ti çoni leni fëmijët këtu, ju dytë mund të shkoni, se si duket qenë këtë çmendur. Edhe shpesh e merrsha babën në telefon e thjesha jemi gjallë, po kemi me hongër, se kishim merakun, po vëllezërit e mi, edhe pse ishin gjithë më të mëdhej se unë, domethënë,
nuk më kanë gjyku t'i vendosi ki moshën vllai i madh, sidomos edhe përgjithësi në familjen time nuk kemi praktiku muslimanizmin. Kështu që ndoshta ajo pak ka qenë ma lehtë, edhe vëllezërit e mi që kur isha shumë e vogël më thonin që shife ne nuk duhet të jemi musliman, nuk duhet të ishim se muslimanizmin e ka sjell turku me dhunë. Ne kemi qenë krishterë përpara. Domethënë që shumë e vogël kam qenë kur e kam dëgjuar këtë. Edhe nuk më kanë gjyku, pak e çuditshme për gjithë ka qenë, sidomos nana e Ganiut. Kur kemi thonë që ne do shkojmë në Shqipëri, ajo tha, Adile, të lutem, binde Ganiut që mos shkoj, tha se vetë në veti, unë jam ajo pak a shumë që kam vendos, po si thesha, shefe se, domethënë, Zoti na ka thirrë, po mirë, po Zoti nuk thirr me vujtë, më thash, pse nuk do vujmë, mirë do të jetë. Edhe ata i mëshin telefon shpesh me tërgu që jemi në rregull, shkëshim postë, se s'kishim telefon në shtëpi. Po, domethënë, edhe në kolegët e mi, domethënë, e nifshin edhe atë Stevenin se vinte shpesh vizitonte. Thëshin se çka jeni bë? Nuk jeni katolik, nuk protestant. I thonim, pak a shumë profesor të historisë dishin çka është protestant. Mirë, po kur tham që ne do të shkojmë ta lëm domethënë mësimin, edhe ata një kolege imja që kam qenë më afër dita tha që pak a shumë nuk kam fol shumë pse e bo çka e bo, se nuk po dim, thash unë as i gjos që më bo, vetëm besoj në Krishtin kaq, nuk kam si jam ndryshuar ti tërgjë. Thash po tash do shkojmë, thash shefe një gjë tha, po ta them tha që shumë po të respektoj për atë që po vazhdon, domethënë je këmbgulje, ki këmbgulje po vazhdon, bravo. Don e më mend që më ka thonë edhe sot asaj dite e takoj këtë shoqë shpesh. Po tjerët kanë qenë si pak çuditshëm, shpesh ata profesorët kanë folju, kanë treguar nxënësve, edhe tash nxënës kur I kemi taku masanej, edhe në Shqipëri kanë ardhur me studiu, ka thënë, e dim që jeni bëhet krishterë ju, po bravo, shumë mirë, a kupton. Edhe sot e kësaj dite kemi që ata tash jemi plakë edhe ne, edhe nxënësit tonë, edhe na thonë që edhe ma e dim, edhe na respektojnë për ata. Po, kuptohet, si kemi ndëgju shumë, se gjykimi ka pas gjithanej, si kemi ndëgju, se nuk e di. Ndoshta lavdi Zotit kemi qenë më të lirë, s'kemi... Paralelisht, në atë kohë ka qenë për ty shërbesa, domethënë ka qenë diçka njërisi, erdhe të shërbejë në Shqipëri, edhe diçka tjetër që paralelisht besoj që ke arritur ta kuptoje apo ta përjetoje, si është të shërbesh çift. Se kjo dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë për gjërat frymërore të punoni të dy bashkë. Si ka qenë për ty dhe kjo? Unë besoj që kjo është një përparësi e mirë, është një privilegj se unë kam vrejt, domethënë, gratë në kishën tonë, në kishat ndryshme që kemi pas, kam pas probleme nga bashkëshortet, ndërsa për mua ka qenë privilegj se pak a shumë dy të kemi pas atë përgatitjen tonë, kemi folë me zveti, kemi marrë mendime, domethënë, shumë ka ndihmu Ganiu, se Ganiu dhe ka bo shkollën, domethënë, unë kam bo disa kurse, po ndryshe Ganiu. Po qenërit mësues, domethënë, t'jap një farë përparësie edhe për më shërby. Kështu që është privilegj me pas edhe burrin, domethënë, pastor. Nuk ka qenë edhe bukur që gjërat frymërore t'ju lidhin gjërat frymërore. Është shumë e vërtetë. Tani do të futemi bashkë në ato bisedën, në ato pyetjet e zemrës time. Në fakt, atëherë ishte misioni jote që erdhe në Shqipëri, patjetër është privilegj bekim bashkë me bashkëshortin që të shërbeje. Çfarë do të thotë për ty, domethënë, të jesh një grua e shkëlqyer në sytë e Zotit? Se unë besoj që shumë etapa që kalove, vendime që more, të çuan në një formim, domethënë që ne mund të flasim e një gruaje të shkëlqyer në sytë e Zotit. Pa marrë parasysh çdo gjë, arsimin tënd i dorëzove në duart e Zotit, edhe çfarë është, domethënë si arrite ose si mund ta perceptojmë të fjalën që një grua e shkëlqyer në sytë e Zotit? Domethënë thash që ka pas shumë gjatë rrugës, ka pas probleme, ka pas gjykime, ka pas thash e thëme.
Por gjitha këto, bile edhe nga familja ime, motra ime madhe, që më thështë që si ka mundësi, ti intelektuale, dhe më thonë, merresh, erdhen për vizitë që me këto punë, me kështu. Në Prishtinë ne kishim takimet, dhe më thonë, kishim takime, une nuk bëja ndonjë takim, që më thonë, takim të grave, kështu, e bëni me radhë, kanë qenë në disa tuaja, por nuk më kishte pa në shërbes. Edhe kurerët e tha që dhe më i intelektuale, ki gjitha shkollë, kështu. Paka shumë shkonim gjitha nejnë për venet, jo që ishin të mira, por kjo është aja që dhe më thonë që Zoti më kishte zgjedh edhe nuk ofendosha fare, për kundra dhe isha privilegj. Nuk bënd të përshtypje që a thoshin të tjertë. Edhe di që, po, ka pas edhe shumë raste, kur ndështa kësha vendosë diçka tjetër, por momentit që kam ditë që une i takoj Krishtit, edhe nuk duhet. Dhe më thonë, hiqe ata. Se shpesh, ne jemi njerëz, dhe më thonë, kemi mendime, kemi, ndoshta mos mund të themi që zbojmë mëkate, bëjmë për çdo ditë, kuptohet, por në momentin që ti kujtohen kush je dhe kujt i takon, ato i heq edhe vazhdon. Domethënë, e di që Zoti më ka zgjedhë dhe Zoti ka planin për mua, ka pas qëllimin gjitha edhe nuk, domethënë, s'jam largu. Edhe unë besoj që Zoti ka pas një plan të mrekullueshëm për jetën tënde. Saj që unë kam folur me ty gjithmonë më ka inkurajuar. Unë ndonjëherë shpeshherë me bashkëshortin tim i kam 3 fëmijë dhe kur duhet shkoj për në fierë, që do të shkoj, domethënë për qejf te familja ime dhe them gjithë ajo rrugë. Kurse ti më inkurajon shumë që ke shkuar për një mision, ke lënë Kosovën, është vërtet diçka hynore. Po, në fakt në rruga kem shku edhe 4 vjet s'kem mujt më kthy në Kosovë se kuptohet nga regjimi, po unë edhe brenda Shqipërisë kemi udhëtu shumë ne. Edhe kemi udhëtu edhe interes tash, domethënë, ajo di që është ka qenë e caktuar për Zotin, jo rastësi, kemi shku shpesh, por ne atëherë nuk ishim makinë, e udhëtonim me autobus. Njëherë ndodhi që e morëm një njojtur, më shku edhe më kthy mëna ditë se isha 3 fëmijë, do shte me lënë, domethënë, atë ditë morëm vetëm djalin, edhe marrëm shërbesin edhe u kthym. Bila aty dëgjum një mesazh shumë prekës, edhe po diskutonim me atë burrin, me atë që ngiste makinën, edhe po diskutonim, po në një moment, kur po ktheheshim, në fakt ishte një Amerikan që kishte qenë në Papua New Guinea, Guinea e Re. Edhe ati njerëz kanë qenë pak a shumë si tegër. Edhe ai po tregonte se si fiset me zveti kanë luftu, por ata kanë qenë kështu kanibal, kanë luftu keq. Edhe i thot një moment kur ka qenë ky misionari, i shoqërohet me disa njerëz, thotë, "Shive atë burrin atje." Thotë, "Ai e ka hangër xhaxhain tim." Domethënë, kanibal. Tash merre mend çfarë vendi ka qenë aty. Edhe ky shoferi ynë thoshte, "Si ka mundësi, edhe ka shpëtu ky." Thash, "E ka shpëtu Zoti." Prandaj edhe ka ardhur këtu po dëshmon ku ka jetu. Edhe në moment ky burri si duket kish pas problem. Diçka me shëndetin edhe atëherë rruga ka qenë nga Fieri për Tiranë. Keqe shumë, ishte një vend që nuk ishte shumë i rrezikshëm, po ishte si një farë humnere. Edhe në atë moment, nuk e dija, duke i përsërit fjalët, e ka ndalu makinën, mu në buzë të asaj humneres. Edhe nuk e ditëm pse, dhe filloj pak disa probleme, edhe po e ndaloj, dhe më thënë, ai si duke e ndaloj. Edhe aty, jo, me dalë shpejt nga makina, po këmë thonë, halleluja, lavdi Zotit që shpëtum, dolem pasaj në ndihmu njerëz të qumë spitali kështu. Dhe më thonë, ka pas plot mrekulli në jetën time, dhe prandaj, kur kom pas vështirësi, më njerë kom mendu që Zot ka më shpëtu, se ai ka premtu. Kështu që një grua e shkëlqyer në sytë e Zotit ka dhe është një grua lutse.
ka edhe një lutje për bashkëshortin e saj. Ke pas një lutje specifike për bashkëshortin tënd? Gjithmonë jam lutë mas pare, dhe më thonë, jam lutë për bashkëshortin, për ganjun gjithmonë, edhe derisa ishim në Shqipëri, edhe në fakt edhe derisa ishim në Kosovë, lutësha se sa do kudo mashkujt janë pak ma krenar, edhe me ndesha që mos po ofendohet. Gjithmonë jam lutë, po edhe në Shqipëri, sidomos shumë, sepse në kohën kur ishin të trazirat në Kosovë, të me lufta në Kosovë, a e kuptohet, kishte probleme, po mashkujt nuk e shprejnë. Unë për shembull qaja, flesja, kështu, ai nuk e shprejnë, po fillun disa shene në për trup mi u duk, a kupton, edhe mjeku i thaj ki nga stresi. Po vazhdimisht jam lutë, ai u thonë të ndonjëherë pa mu, për fjerë, për berat, për patos, edhe lutësha se si do thonë të autobusat ishin, dhe më thonë, rruga dhe atë 3-4 orë, dhe më thonë, si që kanë qenë rrugët. Në përgjësi, gjithmonë u lutësha derisa u këthente, pastaj, gjithmonë jam lutë mas pari për burrin, për fëmijët e mi, edhe kuptohet une me pas dorem, une me thonë, me qenë aja e forta, se edhe kështu, përpara një jetë, në përgjësi, si fëmijë, heret kam mbet panon për vllajim, shumë më ka eduku dhe më ka tërgu që ti duhet t'jesh e pambarën. Duhet lexosh shumë që të bësh shumë e dishme, po mos më varë në asë njëri. Bile edhe kur të takosh ato dashën e jetës, mos më varë për ti, kam qenë pak krenare, kështu si person. Gjithmonë jam, kam thënë që unë duhet jem e zoja vetë vetës, por tani jam mbështetë të Zotin, tani atë kam pas krenarin time, dhe më thonë, kuptohet, në atë kuptimin e mirë, si jam krenare, sot jam krenare vetëm që i takoj Krishtit. Po... Në njërë krenaria nuk është në njërë e mirë, por nëse ka diçka që ti edhe unë, apo shumë të tjerë duhet jemi krenar, është ajo të jemi krenar çfarë jemi në Zotin, ose çfarë Zoti ka bërë me jetën tonë. Në fakt unë do dilja edhe të pyetja tjetër, po lutja që bën për fëmijët e tu, apo që ke bërë në atë kohë për fëmijët e tu? Edhe në atë kohë, dhe më thonë, jam lutë që fëmijët e mi të kuptojnë fillimisht, edhe pse kanë qenë shumë të ri, të kuptojnë thirrjen tonë që shkuam atje, por lavdi Zotit, ata shumë mirë e kanë kaluar kohën sa ishim në Shqipëri. Edhe në momentit që ne doheshim të ktheheshim, që jam lutë shumë, edhe unë kam qenë kundër me ardhë në Kosovë, po ja që Zoti, edhe fëmijët thoshin, "Okej, ju shkoni, mund të shkoni në Kosovë, ne nuk vim." Edhe pse kem pas vizitu një herë, domethënë aty Kosovën, se 4 vjet s'kem mujt të shku. Prap ishte e vështirë më kthy mbrapsht. Edhe jam lutë shumë për fëmijët gjatë gjithë kohës, edhe lavdi Zotit, fëmijët edhe sot e kësaj dite janë të krishterë gjithë hecin me Zotin. Thanë që ne nuk kthehem në Kosovë, këtu ishte problemi. Jemi lutë shumë në dhe ganiu që se vajza ishte, e madhe ishte 17 vjeçe. Kjo tjetra ishte 15, nëse ta djemt ishin të vegjël, edhe ke pas problem, po okej, thanë atëherë, kemi qenë shumë të vegjël, nuk kemi pas që me thonë, se s'kemi ditë. Tani, mund të themi që nuk vim. Edhe jemi lutë shumë që ata kanë pranu me ardhë me u kthy, se kanë qenë të mdhej, moshe madhe. Po, lutja ime kryesore ka qenë që fëmijët e mi të ecin në Zotin, domethënë. Kjo gjithmonë ka qenë, edhe lavdi Zotit së dhe kësaj dite, domethënë janë tani ka dhe familje që janë të krishtjera, po në atë kohë s'ka pas familje komplet të krishtjera. Edhe shani produkti lutjeve të tua, lavdi Zotit. Të shërbesh në njërë është e vështirë se edhe frikrat, ke frikra, pasiguri. Gjatë përvojës që ke pasur, mund të më thuar çfarë këshille mund të jemi një vajze, një gruaje që të shërbej, po pa frikë. Po kjo, thash që kur je person i vetvetes, domethënë s'ki asnjë varësi nga askush, nuk e di si do t'ishte kisha qenë fëmijë i vogël apo që do më dirigjonte babi ose mamit të më thonin mos shko, se ndoshta ka qenë më e vështirë. Po unë kam qenë person i rritur, edhe sot i them vajzave që do më thonë nëse ti e gjen rrugën tënde, nëse ti vërtet e don Zotin edhe i beson me gjithë shpirt, nuk duhet të kthesh, askush s'duhet ta ndroj mendjen. Do vetëm vazhdo, sepse çdo gjë
një rrugë ngushtë me vështirësi, të çon në dritë. Kështu që i kisha thonë të vazhdojnë të jenë këmbgulse. Shpesh kjo dyshimi, kjo gjykimit e tjerëve, njerëz i ngatrojnë. Ka pas edhe kur kam shkuar në Pejë, unë për shembull edhe pse jam rrit atje, unë si kam njoft njerëz. Se ndoshta atëherë kam qenë e vogël edhe po komplet ndryshe i kam pa, domethënë njerëz që shifshin ndryshe, që si ka mundësi, ti përsërish anglishtës për vjen për na flet për Zotin, çan këto, nuk duhet ju, atë domethënë gjykime tash ri nga para. Domethënë komplet ndryshe, por unë kam vazhdu. Edhe kështu i them vajzave të reja, domethënë mos nguroni. Edhe jap kuraje që të vazhdojnë, se me Zotin, domethënë çdo gjë është mirë, domethënë nuk është e mundur. Edhe gjërat që ti si ke besu asnjëherë që mund të ndodhen me Zotin. Po, me Zotin është gjithçka. Gjithçka është e mundur. Është e vërtetë. Po. Po, rëndësishme shumë këmbgulja. Një bashkëshorte e shkëlqyer duhet të vendosi edhe bashkëshortin të parin. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të kemi një ide kur ja paraqesim bashkëshortit tonë, sepse edhe Bibla thotë që ne jemi një ndim. Çfarë do të thotë të vendosësh bashkëshortin tënd të parin? Po, siç the që ne duhet jemi ndim për bashkëshortin, edhe vërtet më duket shumë gjë e mirë, shumë gjë në rregull që ta vendosësh bashkëshortin të parën, sepse ajo është koka e familjes. Edhe nuk kam pas këtë problem. Në përgjithësi, edhe kur kemi qenë student bashk, me Ganju ne kemi studiu bashk, edhe kemi qenë, kur kemi fillu të shoqërohemi, gjithmonë kemi shku bashk. Edhe për ato 4 vite studime, gjithë kolegët që na kanë pa, ndonjëherë kanë ndodhur më na pa veç, mas ka thonë, çudi, kur është Ganju, domethënë gjithmonë kemi qenë shumë të lidhur. Edhe Zoti vendosi që vërtet na bëj edhe më të lidhur me Zotin. Kështu që shpesh edhe ndonjëherë kur donim më shku vetëm në Ganju dikun, fëmijët thëshin, po ne Ganju thoshte vetëm unë e ti. Edhe ata shpesh edhe sot na ngasmejnë thonë, po shkoni unë e ti, unë e ti. Domethënë është se di, më duket edhe e drejtë edhe kënaqësi, edhe di që domethënë Zoti ja provon që bashkëshorti do të jetë i pari. Jam e lumtur për përvojën tënde, për atë çfarë Zoti të ka thirrur. Dua të bëj një pyetje në fund. Në fillim kur e hapëm emisionin, thej që kur shkuam në Shqipëri na u duk si ajo toka e premtuar. Dhe tani nëse do të shikojmë kohën që keni shërbyer në Shqipëri, pastaj njohjen me bashkëshortin, se si keni ecur bashk, dhe tjetër që gjithmonë të dy na shikonin të dy, edhe fëmijët u bën të krishterë. Unë e di që ky program do të shikohet nga shumë gra, do të shikohet nga shumë vajza, do të shikohet nga familjarët e tu, nga fëmijët e tu. Dhe kur the në fillim që Zoti mendon që do shkonim në tokën e premtuar, ndërsa e shikon që kanë kaluar vite, ke shërbyer, jeni mbushur në Zotin, tani akoma vazhdoni të shërbeni, edhe je shembull për shumë gjenerata të tjera. A mund të thuash me plot gojë ose edhe me plot zemrën që e ke parë tokën e premtuar? Unë e them që e kam parë tokën e premtuar. Domethënë komplet një jetë ndryshe nga ajo që po mos isha e krishterë. Kështu që për mua, lavdi Zotit. Duket që e kam parë tokën e premtuar, tani vetëm kur më thret Krishti atje, dhe ta shoh tamam. Nëse që Zoti ka akoma vite dhe vite jetë për ty, por një gjë vërtet që më inkurajon është një moment që në Bibël Perëndia i premton Mojsiut tokën e premtuar, edhe ai nuk futet, ai rebelohet në një moment, edhe i bie shkëmbit. Por ti dukesh, edhe unë besoj që jeta jote, dëshmia jote, ti je një grua e përulur, je një grua, domethënë e merr gjithçka me shumë dashuri, me perëndishmëri. Edhe unë besoj që kjo është arsyeja që ti shikon atë tokën e premtuar që Zoti ka për ty. Edhe mua shumë më inkurajon. Ashtu si lexoj për Mojsiun, por edhe jeta jote që ne do të jemi të përulur, ndonjëherë nxitojmë, ndonjëherë bëhemi nervoz, ndonjëherë shqetësohemi pse ma bëri, si ja bëra, si.
por lavdi Zotit. Jam e lumtur dhe unë besoj që këtë fjalë ti e thua me gjithë zemër. Është shumë e rëndësishme domethënë që themi po Zot, unë kam parë të tokën e premtuar. Jam shumë e lumtur, unë e thash dhe që në fillim, unë të konsideroj një person vërtet me shumë vlera. Edhe je një nga personat e duhur në shtegun tim që të kam njohur dhe jam shumë e lumtur për ty. Zoti të bekoj në misionin që keni, në kishën që keni të rruga e paqes, edhe Zoti ta bekoj dhe ta mbushi në frymë edhe në numër. Faleminderit Ina. Edhe ty, Zoti të bekoft. Ti je shumë e mirë. Të dashura motra, të dashura gra, vajza, jemi në fund të këtij emisioni edhe unë dua t'ju tregoj që nuk ka asnjë gjë të pamundur, aty ku Perëndia na thërret, na bën që të jemi dritë, pavarësisht intelektit ton, pavarësisht zgjuarsisë, diturisë ton. Unë besoj që Perëndia na ka zgjedhur për të shkëlqyer për mbretërinë e Tij. Atëherë unë lutem dhe që Perëndia t'ju bekoj, Zoti t'ju drejtoj në thirrjen tuaj, në jetën tuaj, le të jemi bashkëshorte të shkëlqyera, bashkëshorte që e nderojmë Zotin, e nderojmë shërbesën e Tij, sepse nuk ka asnjë gjë të pamundur. Kur Perëndia të thërret, atëherë Perëndia edhe do të na pajisi. Shifemi të dielën tjetër në po të njëjtën orë, Zoti ju bekoft.